lidhje vetëm në kërkim të zbatimit të urdhrit të Edi Rams, i cili tha se skapi duhet të hetoj dhe të hetoj dhe të ndëshkoj Sali Berishën. Kjo është lista, ata brenda një dite kanë dërguar hetim në 16 kërkesa, hetim 30 vjeçar. Kjo s'ka lidhje me dosjen, nuk ka lidhje me dosjen, dosja s'ishte gjë, dosja është një piramid. Tani, me që jemi këtu, kush e don këte? Merre. Po. Me që jemi këtu, keni një libër monumental të drejtësisë falsifikuar dhe manipuluar. Një proces politik kundër liderit të opozicës dhe pronarëve legjitim, në të cilin ju do gjeni 35 falsifikime të falsifikatorve Dumani, Kraja dhe Milonaj. Do me thënë, Troplini, ish gjelati sigurimit shtetit Kraja dhe ndrikulla e kartelit të drogës të Elbasanit Enkelejda Fetahu. Në këtë publikim janë të rrjedhtuara me faktet pakundërshtueshme 35 falsifikime, se cili prej tyre përbën krim të rënd në procesin e dosjes Partizani. Tani, me qenë se kjo është vetëm një kopje, do t'ja u dërgojmë të gjithve në digital, në digital, sepse kopjet janë më të pakta dhe do donim që secili ta kishte në bibliotekën tuaj nga një të tillë, por me kërkesat e mëdha që janë, është e vështirë ta përballojmë. Kthehemi tek aty ku është turpi të sistemit të drejtësisë. Dëgjoni tani për Irenën me 5 mbiemra. Dëgjoni tani. Irena me 5 mbiemra i ndjeri komisioner Dariel Sina e kishte kap në krime të shëmtuara gjatë deklarimeve të pasurive. Irena me 5 mbiemra nuk ka deklaruar apartamentin me sipërfaqe 62.65 metër katror në Fier. Apartament banimi sipërfaqe 2+1. Kjo fshehje pasurie është justifikuar nga Irena me 5 mbiemra dhe ka fituar, natyrisht është shoqe e ngushtë e lindës së Surrejt.